Bashkimi Ndërkombëtar Demokrat International Democracy Union ka miratuar rezolutën e tij më të fundit për Shqipërinë, duke adresuar një sër shqetësimesh që lidhen me funksionimin e demokracisë dhe institucionet në vend. Në dokument theksohet se zhvillimet e fundit kanë ndikuar negativisht në perceptimin për standarde demokratike, ndërsa Shqipëria përshkruhet si një sistem me element të fortë kontrolli politik mbi proceset zgjedhore. Referuar dhe vlerësimeve të institucioneve ndërkombëtare, rezoluta nënvizon përkeqësimin e perceptimit për korrupsionin dhe mungesën e përgjegjshmërisë në nivelet e larta të qeverisë. Sipas IDU-s, këto problematika përbëjnë pengesë serioze për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Dokumenti vën në dukje se ritmi i integrimit është ngadalësuar, duke përmendur si faktor ndikues ndërhyrjet politike në sistemin e drejtësisë, dobësitë institucionale dhe dyshime për lidhje me zyrtarëve dhe krimit organizuar. Në fokus është vendosur dhe mungesa e rezultateve konkrete në ndjekjen penale të korrupsionit në nivelet e larta, si dhe problematika në menaxhimin e fondeve publike dhe procedurave të prokurimit. Rezoluta trajtojnë gjithashtu çështjet e sigurisë, duke paralajmëruar për rritjen e ekspozimit ndaj ndikimeve të jashtme, veçanërisht nga aktorë si Rusia dhe Kina. Sipas dokumentit, këto ndikime shfaqen format hibride, përfshirë ndërhyrjet kibernetike dhe përpjekjet për destabilizim institucional. Sa i përket proceseve zgjedhore, IDU vlerëson se ato nuk kanë arritur standardet ndërkombëtare, duke evidentuar përdorimin e burimeve shtetërore, presionin ndaj votuesve dhe përfshirjen e elementeve kriminal. Në këtë kuadër kërkohet një reformë e thellë dhe gjithëpërfshirëse, si dhe zbatimi i rekomandimeve të OSBE-s ODIHR. Edhe sistemi i drejtësisë përmendet si një tjetër pikë problematike ku theksohen vonesat në shqyrtimin e çështjeve dhe perceptimet për drejtësi selektive, përfshirë ndjekjet penale me motive politike. Në përfundim, International Democracy Union thekson se ecuria e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian do të varet nga garantimi i zgjedhjeve të lira, forcimi i shtetit të së drejtës dhe respektimi i pluralizmit politik, duke i bërë thirrje institucioneve shqiptare të rikthejnë balancat dhe kontrollin demokratik.